bashku edicionin e lajmeve. Sulmi ndaj Hysembelliu Group tem diskutimi edhe në Britani. Rama mashtron hapur në panelin me gazetarët, nuk kemi gjobitur asnjë media, thot. Ministra Belinda Balluku mashtroi kuvendin për gjobën ndaj News 24, ndërsa rrjeti Birn që investigoi raportin e tatimorëve e rrëzoi Cenoklosin kur konstatoi se kontrollorët nuk kishin gjetur asnjë shkelje. Sali Berisha deklaroi sërish të Rama sulmon mediat, kërkon t'i asgjësoj si askund në botë. Hetimet për Arben Ahmetajn, SPAK sekuestron vilën e ish gruas në Palas. Shqiptarët ndërojnë Britanin, 14.200 aplikime për azil vitin e kaluar. BE thirrje Kosovës dhe Serbisë të zbatojnë marrëveshjen e arritur në Ohër. Mbi 1 milion francez në sheshe dhu në ditën e 9 të protestave kundër rritjes së moshës së pensionit. Shefi ekzekutiv i TikTok në Kongresin Amerikan akuzohet për spionazh. Edhe Belinda Balluku, ashtu si kryeministri, sfidon Departamentin Amerikan të Shtetit. Balluku mbështet bashkëpunëtorin e saj Cenoklosi për gjobat e vendosura ndaj News 24 dhe Balkan Web. Duke përfituar nga imuniteti për deklaratat e bëra në kuvend, Balluku mashtroi duke thënë se punonjësit e Focus Media janë me paga të padeklaruara, kur në fakt raporti i kontrollit të tatimeve i parë nga rrjeti investigativ BIR nuk gjeti prova që sugjeronin se kompania kishte punësuar njerëz në të zezë dhe as përmbajtje bilancesh të dyfishta. Antarja gjithëpushtetshme e kabinetit qeveritar, zëvendës kryeministrja dhe ministrja e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku sulmoi përsëri media dhe News 24 dhe Balkan Web në veçanti se pagat e punonjësve janë të deklaruara në nivele minimale. Një përpjekje kjo për të justifikuar gjobën e paracaktuar ndaj News 24 dhe Focus Group nga bashkëpunëtori i saj afër, drejtori i përgjithshëm i tatimeve Cenoklosi dhe sulmin qeveritar ndaj Prestige Resort, por edhe një sfidë ndaj Departamentit Amerikan të Shtetit. Kur ti je pronar mediash, siç e thot edhe raporti i Dash, nuk do të thot mos ti paguash rrogat e gazetarëve ashtu siç janë në të vërtetë, po ti deklarosh gjithë me 300.000 lekë. Si deputete dhe ministre, Belinda Balluku nuk mund të ndiqet penalisht për mashtrimet dhe shpifjet e bëra në sallën e kuvendit, duke u fshehur pas imunitetit, por si zyrtare qeverie duhet të konsultohet me borderot që News 24 dhe Balkan Web dorëzojnë çdo muaj në tatimet e Cenoklosit, ku pagat e punonjësve janë të deklaruara të plota. Është e vërtetë se një shofer në News 24 nuk paguhet $1.900 sa shoferët e Fondit Shqiptar të Zhvillimit të Dritanagollit dhe as gazetarët nuk paguhen mbi $4.000, aq sa paguhet shefi i marrëdhënieve me publikun, po në këtë institucion. Dhe të mendosh se që këto $4.000 paguhen për ca postime propagande bajate në Facebook, pa llogaritur aktivistën e fondit që paguhet mbi $2.000 në muaj. Sigurisht këto para nuk dalin nga xhepat e Ballukut, por nga taksat e shqiptarëve. E zhytur në detin e zullumeve, Belinda Balluku nuk ka sy as për të parë shkrimet e Birn që denoncojnë Cenoklosin dhe konfirmojnë se nga kontrollet e tatimeve në mediat e Hysembelliu Group nuk u gjet asnjë shkelje. Raporti i inspektimit nga drejtoria e tatimeve për Focus Media parë nga Birn nuk gjeti prova që të sugjeronin se kompania kishte punësuar njerëz në të zezë e as nuk gjeti prova për mbajtje bilancesh të dyfishta. Kur ti je pronar mediash dhe nuk merr leje ndërtimi, nuk ka problem. Atëherë pse gjithë ky mllef i Belinda Ballukut ndaj News 24 dhe mediave të tjera të Hysembelliu Group? Përgjigjet janë tek lajmet profesionale të News 24 që kanë denoncuar me prova dhe fakte grabitjen e frikshme me tendrat e rrugëve dhe energjisë nga Ministria e Infrastrukturës dhe institucioneve në varësi të Belinda Ballukut, ku kosto 1 kilometri ka shkuar nga 3 milion në 20 milion euro dhe energjia shitet lirë dhe blihet shtrejt. Duke infiltruar familjar të saj në majat e sistemit të drejtësisë, Belinda Balluku po ndihet e qetë se nuk do të përfundojë pas hekurave, por i kujtojmë ministres se ka dalë me zë dhe figurë duke propaganduar skandalin e termocentraleve lundrues në Vlorë, ku po paguhen mbi $93.000 qira ditore pa u prodhuar asnjë kilovat energji. Një faturë kjo që në total shkon mbi $68 milion dhe do paguhet nga qytetarët shqiptar. Sali Berisha denoncoi në konferencën për shtyp situatën të rëndë të medias në Shqipëri. Sipas tij, përgjegjës për këtë situatë është kryeministri Edi Rama. Berisha bëri përgjegjës kreun e qeverisë për aferën korruptive sipas tij të inceneratorëve.
kjo që po ndodh në media, kjo nuk ndodh kund në botë në mediat në Shqipëri. Asnjë hetim nuk ekziston, sepse me i kapur nga gjithë është skapi i partisë. E kam përsëritur 100 herë, do e përsëris me 100 herë. Edi Rama është njeriu që ka firmosur për kontratën me negociata të mbyllura në kundërshtim flagrant me ligjit e vendit, në kundërshtim flagrant me qëndrimin ligjor të drejtë që ka mbajtur Agjencia Kombëtare e Prokurimeve Publike dhe shkresat që i ka dërguar kryeministrisë drejtori i kësaj agjencie, është njeriu përgjegjësi më kryesor sepse ka mobilizuar fondin rezervë të Këshillit të Ministrave për sipërmarrjen e tij të djegsave. Ajo sipërmarrje u krijua me këtë fond, ndërkohë që Ministria e Mjedisit nuk kishte një qindark. Edi Rama është përgjegjësi më kryesor, numër 1, sepse ai 8 muaj para se të krijohej sipërmarrja konform rregullave ligjore, emërtirit dhe zotos, i akordoi asaj me vendim të Këshillit të Ministrave bonusin prej 8 pikësh, pa çka se ministri Afelaj i kishte thënë me shkresë të vulosur e të firmosur se kjo ndërmarrje nuk ekziston kund. Sulmi ndaj mediave dhe bizneseve të Hysenbelliu Group është kthyer në temë edhe në Britaninë e Madhe, ku kryeministri Rama, i ftuar në një panel me gazetar, mashtroi hapur për gjobat e vendosura ndaj mediave në një kohë që vetëm pak javë më parë gjobiti News 24 me 200 milion lek me pretendimin absurd se disa paga nuk përkonin me nivelin e tregut. Rama tregoi edhe një histori personale kur u dhunua për të mbrojtur fjalën e lirë, por ndonë se kanë kaluar 25 vite, ai vijon me të njëjtat metoda të hedhë në erë me tritol biznese të gjobis media. Sulmi ndaj Focus Media dhe bizneseve të Hysenbelliu Group është kthyer në çështje edhe në Britaninë e Madhe, ku gazetarja e rrjetit investigativ Björn e ka pyetur kryeministrin Rama për gjobitjen e mediave në Shqipëri. Kryeministri Rama ka zgjedhur të mashtrojë hapur duke kërkuar shembuj se cila media është gjobitur. Ne kur asnjëherë nuk kemi gjobitur një media. Televizioni News 24 është media e gjobitur së fundmi prej kryeministrit me 200 milion lek me pretendimin absurd se disa paga janë nën mesataren e tregut për këtë profesion. Gazetarët dhe punonësit e News 24 paguen të gjithë 100% në bank dhe me sigurime shoqërore sipas ligjit, fakti konstatuar edhe nga agjencia investigative Björn, e cila pa raportet e inspektimit të tatimeve. Björn konstatoi se tatimorët nuk kishin gjetur bilance të dyfishta apo fshehje të ardhurave. Pronarët e medias, të cilët janë pronar kompanish po ashtu, që bëjnë evazion fiskal dhe që qohen në prokurori për provat të qarta evazioni fiskal, apo pronar të medias që nuk paguajnë për vite qirat e objekteve publike që kanë marrë me qirat dhe janë në gjyq me qeverinë. Për mua janë dy gjëra të ndryshme. Pasi mashtron publikisht se nuk ka gjobitur media dhe provat për të kundërtën sapo u dhanë, kryeministri përpiqet të bëjë një diferencim me bizneset e tjera të pronarëve të mediave, duke u hequr si dashnori ligjit dhe zbatimit të tij pas standard të dyfisht. Por çfarë ka ndodhur në fakt? I është vënë tritoli një resorti me leje të firmosur nga ai vetë, të cilin ministrat e tij e cilësonin perlën e Adriatikut, ku ishte kryeministri i cili ka 10 vjet në pushtet dhe nuk e konstatoi këtë objekt të paligjshëm. Me çdo drejt qeveria mund të konfiskojë prona private si komunistët në 46-ën. Me çdo drejt bëhen kontrolle selektive dhe të përqendruara nga tatimet mbi të gjitha bizneset e pronarit të Hysenbelliu Group të vendoset gjoba miliona euro në një periudhë disa mujore, kur këto kompani nuk kanë marrë as 0,1% të këtyre gjobave në 30 vite të veprimtarisë së tyre ekonomike. Pse sistemi gjyqësor nuk funksionon? Përse zvarriten vendimet duke lejuar qeverinë të zbatojë vendime arrogante ndaj pronës private?
Kryeministri thotë se janë marrë masa ndaj mediave që nuk paguajnë kontratat e qirave, por e vërteta është krejt tjetër. News 24 ka 20 vjet në godinën ku ushtron veprimtarinë dhe ka paguar rregullisht qiran, por qeveria nëpërmjet një shkrese zyrtare kërkon ta ndërpres kontratën dhe të nxjerrë News 24 jashtë godinës, me gjithë investimin 20 vjeçar për studio, ambiente dhe gazetar. Duhet të them është që unë kam rrezikuar jetën për lirinë e fjalës. Kam ende vraga në kokë, kështu që e përsia morale dhe leksionet nga gjithkush që ka një laps dhe i thot vetes gazetar, nuk i pranoj. Në apologjinë e tij para gazetarëve të huaj në Londër, Rama kujtoi edhe një histori të vjetër personale, kur u godit fizikisht në vitet 90, në një kohë kur ishte një nga kritikët e pushtetit të asaj periudhe. I vetmi detaj i vërtet në rrëfimin e tij ishte ky. Por ndërsa duhej të kishte reflektuar, dhe pasi kanë kaluar 25 vite kur tani, ka 10 vjet në karrigen e kryeministrit, të mos vepronte me të njëjtin standard ndaj kritikëve të tij në media. Atëherë kritikët rrieshin me leva, sot ju vije tritol, ju rrëmbet prona me bandit dhe ju vendosen gjoba për t'i falimentuar ekonomikisht. Nuk është as pak e rastësishme që raporti fundit i Departamentit të Shtetit ishte një nga më të ashprit sa i takon degradimit të lirisë së medias në Shqipëri dhe trysnisë mbi biznesin, por edhe raportet e fundit të organizatave ndërkombëtare të medias tregojnë një rënje drastike të renditjes së Shqipërisë për lirinë e cunguar të medias. Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta, i ftuar në emisionin Open në News 24, ka dënuar sulmin e qeverisë ndaj prestigjit resort. Meta tha se ky është një akt shtazaraki, një kryeministri i cili është i dëshpëruar dhe po ecën drejt greminës që e ka zgjedhur me kokëfortësi. Një akt shtazarak që nuk ka asnjë lidhje me shtetin, aq më tepër me shtetin e së drejtës, por edhe me një shtet diktatorial, edhe i shtet diktatorial ka procedura më ndryshe dhe kur personat të shtetit nuk hyjnë me kapuç që të bëjnë veprime të tilla, të cilat i bëjnë vetëm banditët kundër qytetarëve, kundër pronës, kundër gjithçkaje që është jo vetëm një pasuri, por mbi të gjitha që është edhe një sakrificë njerëzore, jo e një njeriu, jo e një investitori, por e qindra njerëzve që punojnë, që shërbejnë, që mbajnë familjet e tyre. Aq më tepër është një akt edhe dëshpërues që erdhi si rezultat i një reagimi tepër nervoz, pasi raporti i Departamentit të Shtetit vetëm 2 ditë më parë për të drejtat e njeriut dënoi në mënyrë shumë të qartë sulmin ndaj prestigjit resort kohë më parë, si një sulm ndaj mediave të lira, apo si që dënoi edhe rastin e ndërhyrjeve të presioneve kundër biznesit që drejtohet nga i deputeti i opozitës, zoti Agronshia, dhe aktet tjera. Si shpjegohet atëherë që kryeministri i bën sfidë raportit Dash? Në mënyrë shumë të gabuar, ecën drejt greminës që ka zgjedhur vetë me vetdije dhe me kokëfortësi, pasi kjo sjellje e tij e përshkallëzuar në kundërshtim me kushtetutën, në kundërshtim me ligjin, në kundërshtim me çdo parim demokratik, padyshim që vetë se shton përgjegjësitë e tij penale nesër, të cilat nuk janë të pakta edhe pa kryer këtë akt, dhe vetëm ti, por edhe të gjithë veglave të tij, të verbra në IKM-tëra, në policira, e kudo, me kapuç pa kapuç, të gjithë e dinë se kush janë njerëzit që po përdoren nga banda e rilindjes për të dhunuar parimet e shtetit demokratik, sepse duhet të kemi parasysh që këtu nuk bëhet fjala për një pronar, nuk bëhet fjala për një grup mediatik, nuk bëhet fjala për disa qytetarë të cilët do të ngelen pa punë, ata dhe familjet e tyre, por këtu bëhet fjalë për shkallëmimin e garancive të sigurisë juridike në këtë vend të çdo qytetari shqiptar, sepse kur kjo ndodh ndaj një investitori të njohur, i cili pas diskutim që ka qenë me gjitha letrat në rregull, pavarësisht se çfarë pretendimesh vinë sot,
Se këta thonë tani që edhe presidenca nuk i ka letrat në rregull, nuk i ka hipotekat në rregull. Këta janë shmendur, këta duan të krijojnë pasiguri të gjithëve, në mënyrë që të gjithë jetojnë me frikën e këtyre se mos po ma merr shtëpinë sot, se mos po ma merr pronën nesër, e kështu me radhë. Ta nuk e dinë që shqiptarët dinë shumë mirë që ai që ka frikë dhe ai që s'ka frikë ka i dallim shumë madh, sepse ai që ka frikë ai vdes vetëm një herë. Ai që s'ka frikë vdes çdo sekond. Kështu që shqiptarët s'ka ndërmend të vdesin çdo ditë, çdo sekond nga frika e këtyre dhe pas i diskutim, ndëshkimi do të jetë jashtëzakonshëm në 14 maj në takimin e parë elektoral, nëse s'do ketë ndonjë zhvillim tjetër deri atëherë. 2 deputetë opozitës kanë hequr dorë zyrtarisht këtë të premte nga mandatet parlamentare. Belind Këlliçi dhe Luciano Boçi mësohet se kanë depozituar në protokollin e kuvendit dorëheqjen si deputet të kuvendit të Shqipërisë. Dorëzimi i mandateve nga ligjvënësit vjen si pasojë se ata do të kandidojnë në zgjedhjet lokale të 15 majit. Belind Këlliçi do të kandidojë në zgjedhjet për kryetar të Bashkisë së Tiranës, ndërsa Luciano Boçi për kryebashkiak të Elbasanit. Të dy do të garojnë si përfaqësues të koalicionit Bashkimi Përfitore. Afati përfundimtar për dorëzimin e listës së kandidatëve në KQZ është data 27 mars. Grupi Ali Beajt mblidhet në këto momente për të diskutuar pikërisht për emrat, për kandidatën, lista që do të përpilohet edhe do të dorëzohet më pas në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kolegu Osman Stafa ndjek nga afër këtë takim. Osman, përshëndetje. Ola, përshëndetje, në fakt, në selin e re të grupit zotit Ali Beaj është duke u zhvilluar mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike Zyrtare dhe nga ku është duke u diskutuar dhe do të merret një vendim mjaft i rëndësishëm 3 ditë përpara regjistrimit pranë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të kandidatëve të formës se si kjo parti, ky grupim do të hyjë në zgjedhje, do të kandidojë vetëm për këshillat bashkiak apo do të ketë edhe kandidatët e saj. Nga burimet e mia ka mësuar se aktualisht në këtë mbledhje grupi kryesisë së grupit Ali Beaj është i ndarë në 2 pjesë, i disave që mendojnë se në këto zgjedhje duhet të garojnë vetëm me këshillat bashkiak, duke sipas tyre duke i hequr mundësinë e alibisë së Berishës që pati një grupim tjetër të Partisë Demokratike i cili mund t'i prish aty punë në garën për zgjedhjet e 14 majit, ndërkohë që ka një grup tjetër deputet të kryesisë, ku janë dhe patjetër dhe deputet, të cilët mendojnë se Partia Demokratike duhet të ketë kandidatët e saj në zgjedhjet e 14 majit dhe se qytetarët më pas do duhet vendosin se cilën alternativë do të votojnë. Sa kaq mbledhja është duke vijuar ende, ndërkohë që në orën 14 pritet që të zhvillohet mbledhja e grupit parlamentar të drejtuar nga Enkelejt Ali Beaj, i cili gjithashtu do të ketë temë diskutimi hyrje në zgjedhjet e 14 majit vetëm duke garuar me kandidat apo do të garojnë vetëm për këshillat bashkiak. Janë 2 format të cilat po diskutohen aktualisht në mbledhjen e kryesisë dhe që do të diskutohen edhe në mbledhjen e grupit parlamentar. Njëra është që Partia Demokratike, e cila njihet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe gjykata, të hyjë në zgjedhje por të mos ketë kandidat dhe të garojë vetëm me këshilla bashkiak, ose duhet jetë forma tjetër ku Partia Demokratike Zyrtare, njohur nga KQZ-ja, do të ketë kandidatët e saj, po ashtu edhe këshillat bashkiak. Ndërkaq nga ana tjetër duhet të thënë që koalicioni Bashkimi për Fitore i drejtuar nga Partia e Lirisë dhe ku bëjnë pjesë grupimi i Sali Berishës, Partia e Lirisë, PPD-ja e po ashtu edhe PDK-ja në Ardëndokës, i kanë kandidatët e tyre të dalë nga procesi i primareve, ndërkohë që me njëherë pas edhe vendimit të gjykatës së apelit e cila zhbëri vendimin e Zhukrit për njohjen e kuvendit të 11 dhjetorit, pati disa tentativa nga zoti Ali Beaj apo edhe kandidat apo deputet të tjerë të këtij grupimi, të cilët i bën thirrje zotit Berisha që të negociojnë për të pranuar kandidatët e primareve si kandidatë të përgjithshëm të opozitës, pra që të ishin në emrin e Partisë Demokratike Zyrtare, një kërkesë e cila u refuzua në mënyrë të menjëhershme nga zoti Berisha në konferenca që ai dha, duke u shprehur se ky lloj grupimi është duke i shërbyer vetëm kryeministrit Edi Rama, pra duke vazhduar me akuzat e tij në drejtim të zotit Ali Beaj dhe ish kryetarit Partisë Demokratike Lulzim Bashës. E kuptoj. Faleminderit Osman. Faleminderit juve. Shkojmë në një hapësirë publicitare, tani kthehemi sërish pas pak.
Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta deklaroi se shoqëria shqiptare është tronditur në mënyrë sistematike nga dhuna ndaj grave. Meta tha se shifrat alarmante tregojnë dështimin e institucioneve publike. Të gjithë sot këtu për një tematik vërtet të... Në një tryezë kundër dhunës ndaj grave, kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta tha se shoqëria shqiptare është tronditur në mënyrë sistematike nga dhuna ndaj grave. Sipas Metës, duhet bërë më shumë për të nxjerrë shoqërinë nga kjo plagë e dhunës. Të gjithë ne burrat si prindër, si bashkëshortë, si vëllezër, por edhe të rinj si shok klase apo edhe si koleg në të njëjtën punë, duhet të bëjmë më shumë për të nxjerrë përgjithmonë shoqërinë tonë nga plaga e thelluar dhe përshkallëzuar e dhunës ndaj grave dhe ndaj vajzave. Po kështu si politikanë dhe vendimarrës duhet dedikojmë një vëmendje shumë të madhe e sidomos edhe mbështetje financiare të domosdoshme për të qenë rezultativ në luftën e dhunës ndaj grave dhe ndaj vajzave në shoqërinë tonë. Në vitin 2022 ka pasur 3.000 raste dhune ku 6 gra dhe vajza kanë humbur jetën. Shifrat alarmante të rasteve të dhunës, thot Ilir Meta, tregojnë dështimin e institucioneve. Të gjithë e dim se në 10 vitet e qeverisjes aktuale, shumë shqiptar janë larguar si asnjëherë nga vendi. Në kushtet e këtij emigracioni masiv, logjika do donte që shifrat e dhunës familje dhe të viktimave të dhunës të reduktoheshin. Fakti që edhe kur popullsia për fatkeqësi zvoglohet, përsëri dhuna në familje vijon të rritet me ritme galopante, tregon se keq qeverisja, qasja e saj, varfëria, pamundësia, padrejtësitë sociale po godasin dhunshëm familjen shqiptare. Ilir Meta foli edhe për planin e Partisë së Lirisë, teksa premtoi paga për gratë pas urdhrit të mbrojtjes, si dhe integrim në tregun e punës. Aplikime për azil kanë shënuar rekord në Britani në vitin 2022. Vetëm në këtë shtet, sipas të dhënave zyrtare paraprake nga qeveria e Britanisë së Bashkuar, u raportuan rreth 14.2 mijë aplikime për azil nga shtetasit shqiptar, më shumë se në të gjitha shtetet e tjera të Europës së Bashkuar. Kërkesat për azil në vitin 2022 shënuan rritje të ndjeshme, duke kapur nivelin më të lartë të pas pandemisë në Bashkimin Evropian, ndërsa janë në nivele rekord në Mbretërinë e Bashkuar. Sipas të dhënave të Eurostat, në vitin 2022, në total kishte 13.2 mijë aplikime për azil në një nga vendet e Bashkimit Evropian, niveli më i lartë që nga viti 2020. Aplikimet për azil u rritën me 16% në krahasim me një vit më parë. Franca, Gjermania, Italia, Greqia dhe Belgjika janë disa nga të preferuarit për kërkesa për azil. Nga këto, Franca vjen të mbetet më i preferuari për kërkesat për azil nga shtetasit shqiptar, me 51% të totalit në Bashkimin Evropian në 2022, e ndjekur nga Gjermania, Italia dhe Greqia me rreth 10% secila. Mbretëria e Bashkuar në vitin 2022 ishte destinacioni kryesor i azilit në Europë për shtetasit shqiptar. Vetëm në këtë shtet, sipas të dhënave zyrtare paraprake nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, u raportuan rreth 14.2 mijë aplikime për azil nga shtetasit shqiptar, më shumë se në të gjitha shtetet e tjera të Europës së Bashku. 9.573 aplikime kanë ardhur nga njerëz që kanë bërritur me varka. Mediat britanike kanë raportuar se kjo është një rritje e ndjeshme krahasuar me vitet e mëparshme, ku rreth 800 shqiptar shkuan në Britaninë e Madhe me varka të vogla në vitin 2021 dhe 50 një vit më parë. Shqiptarët ishin kombësia më e madhe që ka aplikuar për azil në Britaninë e Madhe në vitin 2022, duke u kthyer në shqetësim për autoritetet britanike dhe duke nxitur mediat britanike të shkruanin artikuj të shumtë për arsyet që po nxisin këtë emigrim masiv, duke rrezikuar dhe jetën përmes detit. Në total në Bashkimin Evropian dhe në Mbretërinë e Bashkuar aplikuan për azil në vitin 2022 rreth 27.000 persona, që është niveli më i lartë që nga viti 2016. Në kalendarin e punimeve të kuvendit janë në pritje për shqyrtim 2 iniciativa deputetësh, një për urdhrin e inxhinjerit dhe atë të hidroteknikut. Unioni i Inxhinjerëve Shqiptar, i kryesuar nga Dëshira Mena, janë kundër këtyre 2 urdhrave dhe thonë se ato kanë për qëllim që të monopolizojnë vlerën intelektuale të inxhinjerëve në duart e një grupimi në petkun e Këshillit Drejtues të Urdhrave.
Deputetët e Partisë Socialiste Lulieta Bozo dhe Ismet Beqiraj do të organizojnë profesionin e inxhinierëve dhe atë të hidroteknikut në 2 ligje të veçanta. Unioni i Inxhinierëve Shqiptar, i kryesuar nga Dëshira Mena, thotë se në kalendarin e punimeve të kuvendit do të merren për shqyrtim 2 iniciativat e ndërmarra nga deputetët. Këto 2 urdhra, sipas Menës, kanë për qëllim që të monopolizojnë vlerën intelektuale të inxhinierëve në duart e një grupimi nën petkun e Këshillit Drejtues të urdhrave. Për ne është pothuajse shkatërruese ideja që do të krijojmë varësi nga një grup i caktuar njerëzish. Nuk po them që jemi të organizuar në formën më të mirë të mundshme, por jemi të organizuar në një formë e cila na lejon të punojmë dhe e dyta na lejon të përmirësohemi. Në momentin që kalojmë në dorën e një grupi njerëzish që do të ndërtojnë urdhrin, gjërat pastaj ngrihen dhe ne nuk arrim dot as të ndikojmë, as të influencojmë, as të bëhemi pjesë të procesit dhe duhet se s'bën të jemi të vëmendshëm që të mos e lejojmë këtë gjë të ndodhi. Për Unionin e Inxhinierëve Shqiptar, qëllimi vetëm i urdhrit është për të uzurpuar dhe për të kapur një nga fushat e ekonomisë, ndërtimin. Të 2 projekt ligjet në mënyrë të padiskutueshme i qëndrojnë fort ides që e drejta e ushtrimit të profesionit varet nga urdhri. Nëse do të ushtrosh profesionin, je i detyruar të varesh 100% nga urdhri, që nga momenti që ti mbaron studimet dhe gjatë gjithë jetës tënde deri ditën që do dalësh në pension apo do të heqësh dorë nga profesioni. Pra gjatë gjithë këtij rrugtimi ti je i varur nga urdhri. Sipas Unionit të Inxhinierit, ata thonë se aktualisht profesioni i inxhinierit në Republikën e Shqipërisë është i rregulluar me ligj dhe funksionon sipas ligjeve, vendimeve, rregullave të mirë përcaktuara. Sipas tyre nuk ka mangësi në të gjithë legjislaturën aktuale për sektorin inxhinierik në Shqipëri, pra nuk ka arsye objektive për krijimin e urdhrave të cilët kërkojnë të marrin përsipër kontrollin dhe monitorimin e çdo inxhinieri në Republikën e Shqipërisë. Punonjësit e portit të Shëngjinit protestuan sërish për pagat e prapambetura të 3 muajve si dhe kushtet e këqija në të cilat punojnë. Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë në mbështetje të tyre garantoi se do t'i drejtohet Ministrisë të Linjës në mënyrë që punonjësit të trajtohen me dinjitet. Mosmarrja e pagave prej 3 muajsh dhe kushtet e këqija të punës janë arsyet e protestave të përsëritura të punonjësve të portit të Shëngjinit, edhe pse në këtë situatë prej disa muajsh punonjësit thonë se nuk kanë marrë asnjë përgjigje pozitive nga drejtuesit e portit, të cilët e akuzojnë se po e çon atë drejt falimentimit. Dhe rrogat nuk na japin, edhe atë 2800 lekë nuk janë të na dhënë. Shko thot puno atje as kokore, as kpuc, as rroba, as i sen, dhe shko puno thot, ose gjë tjetër. Na plasme të anku, plasme të fol, as ato në një gjuhë kërkosh. S'ka më rroga më burr, vjen 7 drejtora ndrohen këtu. S'kemi as i lloj veglet. Jam minjer si për tokë. Nuk morrim ornate, nuk morrim vjetërsi pune, nuk morrim uniforma dhe u garantoj 3 muaj 4 zarfikshja pa ju dhënë karburant për të bën punën që ka detyrë me krye port. Situata kriju për mendimin tim është kriju nga keq menaxhimi. Nga mingarkesa që i kanë mingarku portin, drejt falimentimit po qenë vetë portin. Ne kërkojmë rrogat, kërkojmë drejtat tona. Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë sigurojnë mbështetje për punonjësit që ata të paguhen dhe trajtohen me dinjitet. Tu ka probleme ndoshta më të thella se administrative, pasi disa herë kontrolli i shtetit ka lënë detyra të cilat nuk janë zbatuar, njëkohësisht flitet që ka edhe trafiqe influencash politike apo korrupsion për cilat të duhet të vërtetojnë organet e drejtësisë, nuk është kompetencë e sindikatës, por sindikata do të bëjë të pamundurën e mundshme që këta punëtorë jo vetëm të marrin pagat, por të trajtohen me dinjitet, duke marrë edhe shpërblimet, duke pas siguri dhe garantinë punë, duke u paguar denjësisht për gjithë punën që bëjnë. Ne do të kërkojmë ke Ministria e Linjës e Financa, por edhe ke Kabineti i Kryeministrit që të vetë dorë mbi portin e Shëngjinit. 117 punonjësit e portit të Shëngjinit edhe më herët kanë paralajmëruar bllokim të punës nëse nuk garantohen përzgjidhje të situatës. Pas disa muajsh pushim që duket se u imponua nga interesat e borxhit publik, Banka e Shqipërisë vendosi një rritje të re të normës bazë të interesit, ndërsa sinjalizoi se rritjet e ardhshme pritet të jenë të pakta. Banka e Shqipërisë vendosi të rrisë normën bazë të interesit në ekonominë shqiptare në 3% nga 2.75% që ishte më parë, duke deklaruar se reduktimi i inflacionit gjatë 2 muajve të fundit ka qenë më i pakët nga se u parashikua. Këshilli mbikëqyrës i Bankës Shqipërisë mori shqyrtim dhe miratoi raportin e ndërmjetëm të politikës monetare. Megjithëse inflacioni ka ardhur në rënje,
Presionet e brendshme mbi çmimet dhe veçanërisht ato që punojnë nga tregu i punës vlerësohet të jenë të forta dhe në rritje, duke faktorizuar trendet e brendshme ekonomike dhe financiare, zhvillimet e pritura në tregjet botërore, si dhe lëvizjen e sotme të politikës monetare. Këshilli Mbikëqyrës vlerëson se rritja ekonomike do të vijojë të mbetet në territor pozitiv, ndërsa inflacioni do të zbresë gradualisht drejt objektivit gjatë vitit të ardhshëm. Hera e fundi që Banka e Shqipërisë ndryshoi interesat ishte 3 nëntori i vitit 2020. Parashikimi aktual i Bankës së Shqipërisë është që inflacioni do të vijojë të jetë i lartë, por në ngadalësim dhe sa i pritet të kthehet në normalitet nga mesi i vitit të ardhshëm. Objektivi i Bankës së Shqipërisë është që inflacioni të luhatet në rreth 3%. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Durrës, ku Shërbimi Social Shtetëror në varësi të Ministrisë së Shëndetësisë i ka marrë foshnjë nënës me pretekstin se nuk ka kushtet për të arritur atë. Sipas të afërmve, gjithë kjo ka ndodhur pa një vendim dhe pa paralajmërim, dhe ç'është më e keqja, askush nuk jep informacion për fatin dhe vendodhjen e vogëlushës 3 vjeçare. Sara e vogël 2 vjeçë e gjysëm që nga 8 marsi nuk është më pranë nënës së saj Klementinës. Shërbimi social i Durrësit, shoqëruar nga një punonjës i policisë, ka marrë vajzën e vogël nga banesa e saj ku jetonte me nënën Klementinën 33 vjeçë, e divorcuar. Gjyshi i vajzës, babai i Klementinës, tregon se apartamenti i tyre në katin përdhes ishte përmbytur si pasojë e shpërthimit të tubave të pallatit dhe nënë e bij jetonin në lagështir. Nëna ishte divorcuar para se të lindte Sara dhe vogëlushja nuk e ka njohur asnjëherë të atin, tregon gjyshi Halil Bushkashi. Këtu me thënë drejt ka qenë ugdimren, skandal pare. Se qa u i shoshi kati 2 dhe kati 3, gjithë u plasë këtu pa. Burri është divorcuar? Divorcuar, pa. Sa ko? Palin fëmija. Palin fëmija. I përgjigjet bashkëshorti, ishtë përgjigjur për ndonjë ndihmë me fëmijën? I moshuari dhe bashkëshortja e tij kërkojnë të dinë ku ndodhen mbesa e tyre e vogël, kush e mori dhe ku e kanë çuar. Ne tashti kërkojmë vetëm që të takohet me gostë vete jama, edhe ta dije se ku është. Kërkoj dhe unë si gjysh që mbesën du ta di ku është. Për mbesën e vogël nuk kanë asnjë informacion pavarësisht se u janë drejtuar institucioneve shtetërore. Gjyshi druhet se vogëlushja do trafikohet. Shërbimi social e bashkia nuk jep asnjë shpjegim. Kujt nuk kanë procedurat e veta, por ne duhet ta dimë si familje. Edhe goca ime 16 ditë, pa e ditë se po është fëmijë vet, dhe pa e takuar njëherë, mund duket absurde. Zyrtariq drejtore e Shërbimit Social në Bashkinë Durrës, Mehmet Xhafera, i tha se pasi rasti u referua është marrë fëmia dhe të dhënat janë konfidenciale për rastin në fjalë. Sipas saj, një komision multidisiplinar ka marrë vendimin për marrjen e fëmijës pasi u vërejtë se nëna nuk i plotësonte kushtet për mbajtjen e saj. Por përfaqësuesja e shtetit nuk sqaron se si dhe kur e kreu ky komision monitorimin, me çfarë vendimi fëmia u shkëput nga nëna e saj, si ka mundësi që fëmia të rrëmbehet nga familja pas një paralajmërim dhe nënës së gjyshërve t'ju hiqet e drejta qoftë edhe për ta takuar në një moment të caktuar. Ndërkohë, nëna e vogëlushës e vetme e papunë, e braktisur nga ish bashkëshorti, ende të lulishteve të qytetit në gjendje të rënduar psiqike. Në samitin e liderëve të Bashkimit Evropian që u mbajt në Bruksel, u bë thirrje që Kosova dhe Serbia të zbatojnë marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve të arritur në Ohër. Shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, i cili raportoi në Këshillin Evropian, tha se çdo përpjekje për të vënë në pikpyetje marrëveshjen është e kotë. Udhëheqësit e shteteve dhe qeverive të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian mirëpritën marrëveshjen e arritur në bisedimet ndërmjet udhëheqësve të Kosovës dhe Serbisë më 18 mars në Ohër. Këshilli Evropian mirëpret marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë dhe planin e zbatimit të saj të arritur në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian si pjesë integrale e rrugës së tyre europiane, dhe u bën thirrje të dyja palëve që të zbatojnë me shpejtësi dhe në mirëbesim detyrimet e tyre përkatëse thuhet në tekstin përfundimtar të Këshillit të Bashkimit Evropian pas samitit në Bruksel. Shefi politikës jashtme të BE-s, Josep Borrell, i cili raportoi në Këshillin Evropian,
tha se çdo përpjekje për të vënë në pikpyetje marrëveshje është e kotë. Marrëveshja është arritur dhe duhet të zbatohet. Nuk ka vend për zgjedhje. Duhet të zbatohet në tërësi nga të gjitha palët dhe ne do të vëzhgojmë me kujdes se kush e zbaton dhe kush nuk e zbaton. Dhe do ta këshilloja Kosovën dhe Serbinë që të mos e drejtojnë gishtin ndaj askujt për të kryer punën e tyre, deklaroi Borrell. Në Kosova shënon 24 vjetorin e fillimit të fushatës së bombardimeve të NATO-s kundër forcave serbe. Fushata që zgjati 78 ditë në tokë u shfrytëzua nga forcat serbe për sulme hakmarrëse kundër shqiptarëve. Mbi 10.000 vet u vranë, mbi 800.000 u ndoqën nga Kosova, ndërsa rreth 5.000 të tjerë në fund të luftës llogariteshin si të zhdukur. Institucionet e Kosovës 24 marsin e vlerësojnë si një ditë me rëndësi vendimtare për historinë e vendit, ndërsa zyrtarët e Beogradit e cilësojnë Serbinë si viktimë të agresionit të NATO-s. Afro 4.000 forca paqëruajtëse të udhëhequra nga NATO-ja kujdesen aktualisht për sigurinë në Kosovë, ndërsa vazhdojnë përpjekjet për siguruar një zgjidhje afatgjatë të mosmarrëveshjeve të saj me Serbinë. Protesta masive përfshin mbrëmjen e djeshme të gjithë Francën kundër reformës së pensioneve. Sipas mediave ndërkombëtare, mbi 1 milion njerëz dolën në protestë në të gjithë Francën, ndërsa u shënuan edhe akte dhune. Ndërtesa e Bashkisë së Qytetit Bordeaux u përfshi nga flakët në ditën e 9 të protestave dhe grevave. Ndërtesa e Bashkisë së Qytetit Jugperëndimor francez të Bordeaux u përfshi nga flakët të njëjtën në mbrëmje, ndërsa protestat shpërthyen në të gjithë Francën kundër planeve të qeverisë për të rritur moshën e daljes në pension. Pamjet shfaqen flakë që shkatërronin derën kryesore të ndërtesës rreth orës 20, ndërsa zjarfikësit arritën të shuanin me shpejtësi zjarrin për të cilin autoritetet policore thanë se ende nuk e kanë përcaktuar origjinën. Në ditën e 9 të protestave mbar kombëtare, udhëtimet me tren dhe avion u ndërpren, ndërsa mësuesit nuk shkuan në punë. Vetëm disa ditë pasi qeveria u tregua e vendosur për të miratuar legjislacionin për të rritur moshën e pensionit me 2 vjet në 64, mbi 1 milion njerëz protestuan në të gjithë Francën të njëjtën kundër reformës së pensioneve. Në Paris, disa protestues që po mbanin maska të zeza u përplasën me policinë pasi sulmuan të paktën 2 restorante, një supermarket dhe një bank. Policia e goditur nga koktej Molotovi dhe senda të forta përdori gaz dotësjellës për të shpërndar protestuesit. Shkojmë tani në publicitet, kthehemi sërish pas pak në hapësirën e të ftuarit të ditës. Shkojmë live në SPAK, ndjekim zotin Bylyk Bashi. Në kodin penal. Erdhëm sot këtu në SPAK për të dorëzuar, për fat keq, SPAK-u nuk e mori dorëzim. Kanë vendosur procedura burokratike që refuzojnë që ne t'i dorëzojmë drejt për drejt. Gjithsesi ne do të ndjekim më tej ky kallëzim dorëzohet sot patjetër pra të gjitha zyrtarët lart, duke filluar nga kryeministri që kanë konsumuar edhe një herë, siç e thash, vepra penale të rënda siç janë ato të korrupsionit zgjedhor, apo të thyrjes normave të kodit penal në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale të njerëzve dhe të shtetëve, të zgjedhësve. Dhe vepra tjera penale, pra gjithë kapitulli për krimet zgjedhore, ne do ta çojmë përpara këtë kallëzim, kërkojmë nga SPAK-u që të veprojë me forcë, jo si në rastet e tjera, nuk mund të tërhiqet zvarr një çështje e tillë që ka të bëjë drejt për drejt jo me kontrollin e votës. Është shumë herë më keq. Ka të bëjë me kontrollin e zgjedhësve. Një kontroll sistematik me një plan kriminal, me një veprim të strukturuar kriminal që fillon që e ka burimin drejt për drejt nga kryeministri, nga Këshilli i Ministrave, i shtrirë në të gjithë administratën duke dhunuar haptazi të drejtat e zgjedhësve në Shqipëri. Ta mbaroj. Dhe ne kërkojmë që nëpërmjet veprimit energjik të SPAK, nëse do ta gjej vullnetin, të ndalet dhe të vijen përpara përgjegjësisë të gjithë këta individ që po dhunojnë sot të drejtat e shtetit shqiptar, të drejtat e zgjedhësve, dhe sigurisht i bie barra këtij institucioni që të fillojë dhe të krijojë një situatë ku ndoshta zgjedhësit fillojnë të kenë besim te një proces zgjedhor tashmë
i brutalizuar në disa palë zgjedhje nga Partia Socialiste. Mjafton të lexoni rekomandimet prioritare të Odirit. Është cënuar sekreti dhe liria e votës. Është shumë herë më keq se sa patronazhistët. Përdorimi i kësaj skeme kriminale, këtij aplikacioni kriminal duhet ndalet menjëherë. Zoti Bilukbashi, a keni ju prova konkrete për mënyrën se si mazhoranca socialiste në këndvështrimin tuaj dhe ato çfarë ju denonconi po intimidon zgjedhësit dhe si po arrin të, siç thoni ju, të manipulojë zgjedhjet? Ne kemi dorëzuar provat që kemi në dispozicion. Sigurisht më pas është barra e prokurorisë të tojë më thellë dhe të gjej prova të tjera. Dhe sigurisht të vërë para përgjegjësisë penale, jo vetëm ata që kemi kallëzuar, por të gjithë personat e tjerë të cilët gjatë hetimit do të dalin me përgjegjësi penale në lidhje me këtë skemë masive, manipulimi jo thjesht rezultati zgjedhor, është manipulimi të vullnetit të lirë të zgjedhësve. E tërë administrata është në një presion kriminal për të ndikuar në procesin zgjedhor dhe në votën e tyre. Këto mund t'i lexoni fare qartë edhe në të gjitha raportet ndërkombëtare, por përtej kësaj të denoncimet që Partia Demokratike ka marrë vazhdimisht nga qytetarët e thjeshtë, nga punonjësit e administratës, nga ekspert të IT-s, të cilët kanë identifikuar shkeljet flagrante të drejtave dhe lirive që kanë shtetasit, nëpërmjet këtij aplikacioni të përdorur nga qeveria dhe nga administrata, nga drejtuesit e ministrive apo institucionet tjera, kjo është detyra e SPAK-ut, t'i vërë përpara përgjegjësisë të gjithë ata, jo vetëm për t'i ndëshkuar, por dhe për dhënë një mesazh të qartë që zgjedhjet mbrohen, që jo më kot legjislatori ka vënë rregulla kaq të ashpra dhe dënime të rënda për cënimin e të drejtave të zgjedhësve. Kështu që ne presim pa asnjë humbje kohe dhe pa burokracinë që ndeshëm sot, ku SPAK-u nuk pranoi që ta merrte në dorëzim drejt për drejt. Megjithatë, siç e thash, do ta depozitojmë sipas me post, në mënyrë që askush mos ketë më asnjë alibi dhe ky institucion veprojë me shpejtësi. Faleminderit. Zoti Bilukbashi, kam dhe një pyetje. SPAK ka patur dhe më herët çështjen patronazhisti. Besoni që do veprojë në këtë rast? Është detyrë e tyre të veprojnë. Do qëmë zotin Bilukbashi, publicitet, kthehemi në hapësirën e të ftuarit të ditës.